Sot, le të marrim pak kohë për të konfirmuar përmes Biblës pse Perëndia i referohet vetes si Baba dhe Nën dhe pse ai na mëson ta quajmë njëri tjetrin vëllezër dhe motra. Le t'i hedhim një sy librit të Zanafillës, kapitulli 1 vargu 26. Në vargun 26, ne shohim se Perëndia po flet. Pastaj Perëndia tha. Çfarë tha Perëndia? Ta bëjmë njeriun sipas shëmbulltyrës sonë dhe në ngjasim me ne. Unë supozoj se shumë prej jush kanë dëgjuar shpesh nga njerëz që shkojnë në kisha të tjera të thonë se vetëm Perëndia e krijoi njerëzimin. E kam dëgjuar edhe unë këtë. Megjithatë, kur Perëndia krijoi njerëzimin, ai nuk tha, le të bëj njeriun, por në vend të kësaj, çfarë tha ai? Ai tha, le të bëjmë njeriun. Me fjalë të tjera, le të krijojmë njerëzimin. Në këtë mënyrë, Bibla na zgjon qartë faktin se njerëzimi u krijua nga Perëndia, i cili ju referua vetes si ne. Kjo është regjistruar e njëjtë në të gjitha Biblat, pavarësisht nga denominacioni, Bibla presbiteriane, Bibla katolike, Bibla metodiste dhe të gjitha të tjera. Nuk ka asnjë Bibël ku nuk është shkruar kështu. Është e njëjta gjë në Biblën angleze. Është shkruar, sipas shëmbulltyrës sonë, sipas ngjashmërisë sonë. Shkruhet gjithmonë në formë shumës. Ta bëjmë njeriun sipas shëmbulltyrës sonë dhe në ngjasim me ne. Me fjalë të tjera, le të krijojmë njerëzimin. Bibla është shkruar në mënyrë të qëndrueshme në këtë mënyrë në të gjitha gjuhët, anglisht, koreanisht dhe madje edhe tekstet origjinale hebraike. Atëherë, Perëndia që krijoi njerëzimin nuk është kur vetëm një. A nuk është kështu? A mendoni se Perëndia është i paaftë të përdorë saktë termat unë dhe ne? A mendoni se Perëndia, i cili krijoi njerëzimin, nuk dinte të thoshte, më lër të krijoj njerëzimin dhe kështu ai tha, le të krijojmë njerëzimin? Kjo nuk është e vërtetë. Kështu Perëndia tha. Ta bëjmë njeriun dhe të ushtroj sundimin e tij mbi peshqit e detit, mbi zogjtë e qiellit, mbi kafshët e mbi gjithë tokën, mbi rrëshanorët që zvarriten mbi dhe. Kështu Perëndia krijoi njeriun sipas shëmbulltyrës së vet, sipas shëmbulltyrës së Perëndisë, ai krijoi mashkullin e femrën. Dhe kë krijoi ai? Ai krijoi mashkull dhe femër. Të gjithë, ju lutemi mendoni për parimin e një fotokopjuesi. Kur bëni një kopje të një fotografie të një burri dhe një gruaje, cili do të jetë rezultati? Edhe burri edhe gruaja dalin pikërisht siç janë në origjinal. Pastaj, duke parë rezultatin, a mund të tregoni se si duket origjinali, apo jo? Po kështu, a mund ta kuptoni se ekziston një Perëndi në shëmbulltyrën e mashkullit dhe ekziston gjithashtu një Perëndi në shëmbulltyrën e femrës? Perëndia në shëmbulltyrën e mashkullit quhet Perëndia atë. Prandaj, Perëndia në shëmbulltyrën e femrës quhet natyrshëm si Perëndia Nën. Perëndia tha, do të më njihni saktë përmes Biblës. Perëndia u thot njerëzve të shumtë që jetojnë sot në botë, e njohim Zotin, të përpiqemi ta njohim më mirë.